Kaftof me ka bu të vetën e 3 ditë atje mrengi burgu, po e ka bu më të fortë, e ka bu më të kthjellët. Ti s'di të fortë. Te dum dimne. Që dim atë që s'dim. E pyeta gardiani, i thash kur janë lag këto bataniet për herë të fundit, tha para 2 muajsh. Se keni flet gjumi atje? Ne rrinim pa gjumë për jush, ne rrinim pa gjumë për jush edhe jashtë ju flenin gjumë. Ne kishim merakun për çuna, që ishim më ndronin çuna. Aq e vogël sa nuk rrihet dot në kom, duhet vetëm shtresh. Doja dija ça mësimesh ke marrë dha tek ato 2-3 ditë që kishim bërë atje. Për sa i përket pesës, je tërheq apo ka bë më të fortë me shti përpara? Sa më drejtën. Kanë shumë pikpyetje njerëzit se u bë dita 38 kjo. Tonë ora që të boj, sa do zgjasë kjo gjëja, ky s'po jep rezultat, s'po reagon, vazhdo me këto, sot ishte e video që ke bolle shumë pyetje. Shumë pyetje. Ta nisim me këtë çam ka. Tani me thonë drejtën, e kisha dileme veten sa ditë doja me pushu. Edhe i thoja shofet, nuk pushoj dot se do thonë njerëzit ushit. Janë për qa, janë zënë, kupton zoja me dhoni mesazh. Ato 10 veta që mund ndikoj unë protest, që jo po pse... Eri qëm, se është modest. Pse nuk është e tjere, pse? Se kishte raste që ulesha këtu te karriget, e kupton dhe mundosha me pushu dhe vendosja bryllat e gjunjës, dhe më qoni mesazhe njerëzit, o vlla nuk shofim dot ashtu me kokë, ço griju kokë. Se kalojmë mesazhe edhe me të e kisha dilemë, e kupton, kështu që falenderoj Edi Ramën për 3 ditë pushimi, se ushtrim aty u relaksuam edhe kena dalë më të fortë.